vazhdimisht i humbur dhe nga ana tjetër vazhdon të ketë dihatje alla autokracie. Si e shikon në këto momente? Shiko, unë kam qenë dhe vijoj të jem kundër asaj qasje që ka zoti Rama që merret me individ të cilët marrin pjesë në protestë, kanë atë peshën e tyre specifike, por nuk janë ata drejtuesit e protestës. Pra për mua është totalisht e gabuar që janë marrë me njerëz të cilët edhe i njohim, dhe ti një dhe unë i njoh, që i njohim personalisht, ndoshta publiku që nuk i njeh. Dhe janë njerëz në përgjithësi që nuk kanë bërë dëme, nuk kanë patur të drejtë firme dhe me sa diu nuk kanë probleme me korrupsionin. Pra janë njerëz që kanë ngritur zërin e tyre për çështje të saktuara, se cili mund të ketë afilacionin ose ka patur afilacionin e vet politik, por nuk kanë bërë dëme ndaj vendit. Kështu që për mua është totalisht e gabuar qasja që ka patur majoranca duke sulmuar individ të ndryshëm dhe jam kësaj. Për sa i përket pjesës tjetër që me fitoret e vogla, shiko, Partia Socialiste ka një gjë që duhet ta themi. Pra është një sistem. Siç është Partia Demokratike një sistem, kur flasim për sistemin politik në Shqipëri, është sistem që kontrollohet nga PS-ja, nga PD-ja. Pra janë parti që kontrollojnë sistemin dhe madje janë sistemi. Është shumë e vështirë që ta mundësh Partinë Socialiste ose Partinë Demokratike thjesht me protesta. Gjithçka duhet të kalojë tek pjesa politike. Dhe thënë këtë, është shumë e vështirë, nuk është e pamundur. Prandaj zoti Rama e ka parë, mendoj unë, me aq informacion sa kam, edhe në sondazhe të brendshme ka patur një rënje. Nuk di ta them sa është rënja, se nuk e kam atë informacion, por nga informacionet që kam unë, ka patur një rënje në sondazhe. Sidomos në 3 javët e para të protestës, dhe kjo e ka bërë që nga mbrojtja të kalojë në sulm. Por pavarësisht kësaj unë mendoj që kjo protestë të paktën shënjoi fundin e diçkaje. Tani është fundi i zotit Rama në krye të vendit. Është fundi i klasës të vjetër politike. Këtë nuk di ta them. Por është fillimi i fundit, sepse në atë shesh kam parë njerëz të PS-s, kam parë njerëz të PD-s, të cilët pakënaqësinë e tyre e kanë kanalizuar në një protestë të hapur, duke i vënë fytyrën e tyre, duke i vënë imazhin e tyre kësaj proteste. Më besoni, nuk është e lehtë që në një super majorancë të është kjo, ti të dalësh dhe t'i vësh fytyrën tënde në mbështetje protestës. Por këta e kanë bërë. Ai do thotë janë njerëz që nuk kanë frikë, janë njerëz që janë të pa shantazhueshëm, dhe janë njerëz që nesër do t'i kesh në një vot kundër. Prandaj unë mendoj që shumë imediate që gjithë situata që po kalon vendi ka për një lëvizje që të jetë përtej palëve. Macron për 6 muaj e bëri En Marche, një lëvizje e cila ishte përtej të majtës, përtej të djatës. Partitë të reja të tjera në Spanjë, Podemos, Syriza, të tjera kanë qenë partitë të cilat luan si lëvizje qytetare dhe më pas përfunduan në parti politike dhe morën pushtetin. Tani nuk e di të them që është kjo situata. Është ky skenar apo jo? E para njëherë mendon se do të ketë një skenar Gruevski për Ramën, ca përgjime, një makinë në darkë edhe rrugës për Hungari ose Izrael ose Rusi. A të bërë këtë pyetje edhe herën e kaluar, kur kam qenë të ty. Dhe unë ta kam thënë që goditja që është bërë Gruevskit, kush e mban mend, ju bë sepse pati një drejtim të timonit nga perëndimi e ktheu timonin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut në drejtim të lindjes. Dhe i shefi në sekret, ishte daja i tij, u lidh totalisht me Rusin. Madje ka pas akuza dhe nga Greqia se tentuan disa herë dhe sabotazhe në bashkëpunim me Rusin. Këto flasin për informacione zyrtare, informacione tjetër. Ndërsa Shqipëria, fatmirësisht, e politika jashtme, cila u mbyll edhe kapitulli i Bashkimit Evropian, nuk e ka bërë këtë gabim fatmirësisht. Pa mund ta kritikojmë. Do mjaftojnë edhe 3-4 operacione si ai i Spakut në bllokimin e parave të drogës që këtu të plasi sidoqoftë, se nuk është se po mban më situata. Shiko, nuk e di, edhe unë jam dakord me atë që tha zoti Tepelena për dosjen Balluku që duhet të dali, por edhe këtë presion të madh nuk mund t'ja bëjmë të deputetëve të opozitës, sepse në fund ditës rrezikojnë arrestimin. Por e hiç sa rrezikojnë të penduarit aty brenda, ata që kanë bashkëpunuar me drejtësinë. Po kështu që ndoshta është e vështirë, pra ti kërkojmë këtë gjë. Mund të jemi kritik me opozitën, por këtë gjë nuk e kërkojmë dot. Por megjithatë Flavio ka një gjë. Rama është agosur, por Rama nuk ka përfunduar politikisht.
Është i plagosur, por Rama nuk ka përfunduar ende politikisht. Më pëlqeu kjo frazë dhe inteligjente dhe konstatimi sakt, edhe e vlerësoj.